shpreh dëshirë shumë shpesh herë, domethënë ti shoh gjint. Çka komenton këtë? Domethënë vjen një sifar dëshire shumë ti shoh. Kjo është vezvese. Kjo është vezvese e shejtanit. Duhesh me largu kësaj vezveses. Se nëse vazhdon, domethënë me këtë, atëherë ka mundësi mu të plotësuan dëshira. Këtë ta vërtetoj me një rast, isha në Gjermani, në qytetin Köln, në thirrën do të velezit në thirrën. Pasi qina mbrana, pak i lexova rrugë, aktivizu shumë ai personi. Menzi e majshëm. Pastaj më tregon se këta në dhomën e vetë i kanë thirr, me emën i kanë thirr, edhe kanë pas dëshirë të shohin. E tha sa herë në qoshin e dhomës e shoh një person me zitha kret me mjekër të madhe, ama fytyrën nuk ja shoh. E ti nëse vazhdon kështu në këtë mënyrë, domethënë, me pas këtë dëshirë, ka mundësi se dëshira ka mund të plotësohen. E kur plotësohet dëshira atëherë ruju. A ka mundësi këtë që e kërkon? Në bila inshallah dhe që ka fantazi, po inshallah. Po, fantazia kush ti plotson, shejtani është ai që plotson. Ka mundësi këtë që e kërkon, do të shoh vetë gjinin, të ardhmen, Allah na rrit mu bë dhe xhinxhi. Ka mundësi. Do të me fillu bashkëpunimi me ta pastaj. Ata të cilët e shprehin këtë dëshirë, me siguri shejtani është aq i kujdesshëm që ti gjeje domethënë këto lloj njerëzi edhe të manipulojë. Manipulojë me njerëzit. Për atë këto fantazia duhesh me lanë. Një është, ka mundësi ti me fantazu edhe me alë koha kur mundesh edhe mi po nuk ishen në atë formën origjinal. Kjo duket se e kam cekën se gjini nuk duket në formën origjinal. Asnjëherë s'u sheh. Pse? Pse fjala gjinë Allahu subhanahu wa taala ka cekë se ajo është nuk duket. Ka mundësi me pa në formë tjetër, formë njeriut, formë qanit, formë gjarpnit, formë kalit. Së një formë qeter për marë parasysh. Se ai ka mundësi për shumë me marë formën, edhe formën njeriut mundet me marë. Rasti më i mirë është në betejën e Bedrit, Iblisi e cili e mori formën e kujna i kujtohet. Hajde. Si e ka pas emrin ai personi për të cilin Iblisi e ka marë formën e tij. Kujna i kujtohet. Surakat ibn Malik. Surakat ibn Malik, i cili e mori formën e tij Allahu subhanahu wa taala në surat Anfalit, e ceket surat Anfal me ajet idh zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawm wa inni jarun lakum falamma ta'ra'a al-fi'atan nakasa ala aqibayhi wa qala inni bari'un minkum inni akhafu Allah. Kjo është, me thonë, kjo është ajeti i cili tregon se shejtani kur i ka pa me laçet, ka thonë unë distancojmë, largohem prej juve. Dhe është dhënë në hikje. Edhe ka thonë unë e shoh ju atë çka nuk e shihni. Edhe në rastin kur kanë dashur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me vrah, është paraqit në një formë njeriu plak prej Nejdit. Këto janë në rasti ku shejtani ka marrë Iblisi ka marrë formën e njeriu, i cili edhe ka qenë në prezencën e tinëve. Si prezant thuhet se hadithi më kujtohet se shejtani masi disa prej njerëzve e kanë kapën, kanë dashur ta ndalojnë, që të ikë prej betejës Bedrit, thonë se e ka marrë atë personin e ka përplas, edhe ka hik drejt në detin e Kuç. Kjo është domethënë për rastin ku shejtani ka marrë formën Iblisi e ka marrë formën e njeriut dhe ata kanë mundësi të marrin forma ndryshme mirë, po në formën origjinale nuk mundet askush më pa përveç se Allahu subhanahu wa taala. Edhe kujna do Allahu subhanahu wa taala që zbuloj këtë sekret, këtë gajt. Përmendet hoç, do të thotë një prej formave të cilët e marrin gjint shpesh i dëgjojnë edhe prej pleqëve të formën e cjapit. Dhe të një prej atyre kafshëve të cilët më shumë të jetojnë transferohet, a ka me simbolik kjo apo? Jo, në shumë e rasteve ka ardhur në formën e gjapit dhe në formën e qenit. Pse? Se në hadith ka ardhur el-kalb al-aswad shejtan. Qeni i zi është shejtan.
edhe formën e zezë. Zakonisht qeni ka qenë të zi, komplet, për atë edhe ka këto urdhë për mu vra ki qenë, për mu vra, se është shejtan. E mu më kujtohet një prej rasteve, se e lidhi me provojën, ka të lezun një të rukje, edhe më tregon një person i afër i tij, thët një natë prej natëve, thët, e pa vetin thët pashtyre. Edhe i theke vetit, kush jeti ti ke? Se nuk e shike vetin në ftyrë, nuk e shike ftyrën e vetë në pashtyre. E tha i ndëgjoj, tha, qenë duke le. Tha, që këto tha janë shokët e mi. Që tha, këto janë shokët e mi. Këto është që një jemi. Kjo është. Edhe mu më kujtohet, një rast, një qenë i zi, Seher Mlek. Subhanallah. Kur nuk le, vetë mua. Nuk e leke kërkan hiq. Vetëm mua. Kjo është se është qeni i zi është shejtan. Pse bash formën e zezë? Forma e zezë është simboli i tinëve dhe fuqia e plot. Se shejtani zakonisht nuk ka lëvizje gjatë ditës, sikur që ka në hadith. Kur prandon dielli, atëherë ata shpëndahen. Pra në hadithin ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur të prandon dielli, mbyllni derat, shihni në zjarmin, mos i lani fëmijët me dal, mlani ante kështu me radhë. Në atë kohë shpëndahen. Pse? Se jeta e tinëve është natën. A keni pa personi i cili është i smut për këtime smuje, ai që natën rre. Si kalon sabahi, namazi sabahit, ai flan. Gjithë ditën flan. Natën qut, gjithë ditën flan. Kjo është një prej simptomeve se ky person natën e ka bë jetë, ditën ka bë gjumë. E kjo është domethënë ajo pse në cilët prej kafshëve domethënë më shumë ti e merr formën e tij. Gjarpni ose qeni. Mirë po qeni, hadith ka ardhur edhe ka ardhur për vrasjen e tij.